Atëherë, nuk e di e ke marrë vesh ti Greta apo jo, po kjo treshja këtu është përfshirë në një debat. Më saktë, debatin e ka nisur Gjeneta me Krisën dhe tani së fundmi është përfshirë edhe Tiri. Të ftuar në emisionin e diell, Gjeneta i tha Krisës do t'i jap 20 euro vetëm mos fol më për mua. Okej. Krisa u ofendua shumë dhe ja ktheu me lloj-lloj ofendimesh, jeti ajo që shkon për 5 euro e të tjera me radhë. Okej. Tani, pas debatit të tyre, u përfshi dhe Tiri së fundmi. Për normale këtë do mban. Ka shkruar në një postim në Instagram, drejtuar Gjenetës që t'i jap një 7.000 lekësh, vetëm mbyll atë gojë, mos a hap më se po na çan ato që thuhet. Se je tipike nga ato katunaret maloke se çai tha që vjen në Tiranë, vjen në zbret poshtë domethënë edhe bën direkt botox e fillera e kështu. Po. Që është ky nivel mi aman? Që është ky nivel tash ti? Unë mendoj që Gjeneta këtë e kërkonte. Sepse është shumë ofendim që ti në mes të një emisioni të thuash dikujt që po t'jap 20 euro dhe vetëm mos fol më për mua. Është ofendim. Po. Është ofendim, kështu që përderisa Gjeneta e hodhi atë gurin, normal që priste reagim. Po. Do shohim si do vijoj debati mes treshes, që duket se janë goxha të tensionuar, dhe do ju sjellim tek ju të rejat e fundit. Patjetër, pse jo.